Vjedhja si në filma e Muzeut të Luvrit, reagon Macron. Vjedhja e kryer në Luvër është një sulm ndaj një trashëgimie që është e dashur për ne sepse është historia jonë, kështu shkroi presidenti francez Emmanuel Macron në një postim duke komentuar vjedhjen në Luvër. Ne do t'i rimarrim veprat dhe autorët, do të nxirren para drejtësisë dhe po bëhet gjithçka kudo për të arritur këtë në drejtimin e prokurorisë së Parisit. Projekti i rilindjes së Luvrit të ri, shtoi presidenti, duke ju referuar planit të tij për të rinovuar muzeun, përfshin siguri të shtuar. Ai do të sigurojë ruajtjen dhe mbrojtjen e asaj që përbën kujtesën dhe kulturën tonë, u shpreh Macron. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.